emrave të përmendur, rikujtoj atë kohën kur ti doli si mandatar për formimin e qeverisë, por që nuk u votua, sepse nuk i pati votë. Nëse shkon me ata njerëz që i ka prezentu, ajo ka qenë një kabinet i shpaguar për gjuhë të rrejtjes ndaj partive opozitare, ndaj zhvillimeve në shoqëni, me njerëz përfolën, dhe nuk jep shumë gjasa se do të ketë një ndryshim nga qeverisja Kurti 2. Pra, do të ketë një vazhdimsi, e që ajo vazhdimsi për qytetarët që jetojnë në Kosovë, nuk po flas për diasporë, po për qytetarët që do të jetojnë në Kosovë, do të kenë edhe 4 vitet të vështira. Të më thonë, po flas nëse shkon me të njëjtit njerëz që i ka prezentu në kabinetin e dështuar të propozuar kur ishte ajo në nëntor të vitit kaluar. Pra, le të shpresojmë se do të fut ma shumë ekspertizë, do të ketë ma shumë ekspert, ma shumë njerëz që e duan Kosovën ma shumë se sa partinë, që e urrejnë ma pak opozitën, po që shohin opozitën si partner të vendit që kanë ide dhe bindje të ndryshme, dhe që do të përvilin mangë dhe do të punojnë. Ne jemi keq në arsim, ne jemi keq në shëndetësi, nuk jemi me asë 1 milimetër ma mirë se në 2021, asë këtë sektor, asë në atë sektor, përderisa ka sektor që jemi për para kolapsit total, si që është energetika. Çmimi është rrit 3 herë, pritet që edhe 1 herë të rritet çmimi. Importi nga 50 milion ka shku në vjet 250 milion euro. Dhe më thonë është një industri që po zhvillohet në Kosovë, shitblerja biznesit, ku njerëz të kabinetit qeveritar janë përfshin në biznes, dhe më thonë blejnë